Si ri i Spakut, zonja zotëri, kam quajtur në përkëdheli Bos, mund ta quanim shef. Bossi nga anglishtja. Nga anglishtja, po. Bossi i ri i Spakut. Dhe ne do mundohemi të themi sonte me Manjani dhe me Gubin se kush mund të jetë. Ja, për shembull, kjo foto këtu, unë nuk e di burimin e këtyre fotove. Këto foto, burimi kujt janë, mund të më thuash pak? Ambasada amerikane. Nga ambasada amerikane. Ambasada amerikane, për shembull, ka hedhur këtë foto. Në këtë foto ju e shikoni që është Klodian Brau, një nga kandidatët që pritet zgjedhjet nesër për kreun e Spakut, zonja zotëri. Dhe ky që jep dorën përballë është një amerikan i cili Quhet Lyn Debovajs dhe është zëvendës drejtori për çështjet e Europës Perëndimore Qendrore. Po, zëvendës drejtor zyra për Europën Perëndimore dhe Qendrore, Departamenti i Shtetit i SBA-s. Po. Është aktualisht, po ka pas detyra të tjera. Disa detyra. Tani nuk e di a vlen të lexon detyrat e tjera apo jo, po është një person që ky ka qenë zëvendës kryetar ekonomik në ambasadën e SBA-s në Kiev, në Ukrainë, në vitet 2018-2021. Ose ka qenë kryetar seksion politike ekonomike ambasadës së SBA-s në Riga, në Letoni, 2015-2018. Ka qenë dhe në vitet 2013-2014 drejtor për Europën Qendrore dhe Lindore Këshilli i Sigurisë Kombëtare i SBA-s, NSC. Pra duket që është një personazh në fakt jo fort i parëndësishëm, do të jetë i rëndësishëm sepse më thanë që ka punuar ka qenë në shtet, ka punuar në qeveri që në kohën e Obamës. Tani është dhe vazhdon të jetë akoma departamenti i shtetit edhe tani në kohën e Trumpit. Pra se thuash nga këta personazhe më se duhet të pa afiliuar kështu politikisht duhet të jetë. Ky me Kurizi bie të jetë amerikani, që quhet Lyv. Po. Debovajs. Debovajs, ndërsa ai është Klodian Brau. Tani kjo është një ngjarje sigurisht që për shumicën e popullsisë mbase nuk thotë gjë. Po duke qenë se Spaku është një superstar prej disa vitesh tashmë në Shqipëri, pra populariteti i Spakut është shumë i madh. Me sa duket duhet të ketë një interes të shtuar. Amerikanët dije kanë kohë që janë futur në lojë që me zgjedhjet e Dumanit e donin Dumanin atëherë. Tani thonë ylli, këto janë llafet që thonë që ata ne do shohim mirë 4 figura do i nxjerrë Ledio në ekran. Kush janë të 3 tjerët përveç Klodian Braus, Ledio? Është një zonjë, më duket që e ka emrin Doloreza Musabelli. Doloreza, se ylli i di më mirë. Adnan Xholi, Klodian Brau. Doloreza kush? Musabelli. Nxjerrë pak foton, Ledio. Foto që janë dhe emrat e tyre për publikun që t'i shofi sonte me që nesër janë zgjedhjet. 2 Skaparli, një Dibran dhe një Shkodran. Shkodrani kush është ylli? Sa të nxjerrë Ledio foton. Se ka ki Gogu. Po. Ben Gogu. Se ka e dhe shësës. Ja kush janë. Elvin Gogaj, ky është Shkodrani, ky është. Klodian Brau është ky që pam në foton. Skaparliu. Doloreza Musabelliu. Skaparli dhe Adnan Xholi Dibran. Dibran. Ka ndonjë rëndësi ylli për shkak që janë 2 Dibran, një Skaparli dhe një Shkodran? Sa për ta heqë... Për i dhem pa ngjyrë. Jo, sa për të heqë atë shijen e keqe që në lema ata ameriqenët, që ishte një Bovuja, që ishte Vuvuvuja, që ishte Vuvuzela, si kështë emrin e... Pse, të kam vërrej që jashtu me këta gringot, po këta janë në spërfuqi e botës akoma. Po tjera, po që më duhet, më zëmin që fare, zero, po zero. Lutem. Zero, po që të më lutë, për që më lutë? A ma është kjo? Jo. Kjo është shënja ime, i them kujdes. Po e them këtë vështira, prit pak të mbyllet lufta në Ukrainë, ylli. Të mbyllet pak të lufta në Ukrainë, ylli, dhe pastaj ndoshta do jetë më ndryshe. Zero interes. Unë mendoj që... Nese, të lutem me gringot, se unë vdes për gringot. Të lutem me kurse. Mundohë të vdesësh, i dida për të vdekur, për lere këta... Digjo, që janë gringo? Sjeti që nga të që vdes për gringot, se ti së të rruet për gringo në këtë botë, më sa të një onë, që fësa ke ndryshu të kohë dhe funit, po unë të një ndryshe. Unë nuk ndryshoj asë njerë, kur bje fjalla për gringot ty li. Lere, se të një, për lere tani. Po bje fjalla për gringot një, dhe për Izraelit të 2. Dhe këto gringot tani kanë lënë çdo punë dhe do merren... Se mos për Mossadin. Ata i do shumë. Kanë lënë çdo punë dhe do merren kush do jetë drejtuesi i Spakut të Shqipërisë. Tani dëgjoj, edhe kjo arsyetimi jot, por shumë nuk jam dakord. Më lejon? Se duhet të mendosh që ata kanë lënë çdo punë. Sepse nuk më pëlqen që ato që... Ka një zyrë, njëri prej atyre zyrës, ku ka momente kyçe që atyre intereson, vjen këtu edhe intereson. Sepse mendon që duhet merret gjithë Amerika me këtë punë. Është një zyrë o burr. Mirë, atëherë jo, shikoj. Je dakord me mua? Jo, nuk jam dakord. Ajde bëjmë pak me këmbë tokë. Ka një interes të shtuar amerikanë. Me këmbë tokë, flasim me këmbë tokë, në cilin do shtet normal, në cilin do njeri në këto rruzull, që ka sa do pak kulturë shtetërore,
ajo foto duhet çonte në dy gjëra. Cila foto? Nxirri edhe një herë lëti, jo kjo. Ajo foto Foto që e ka pasqyrë. nxjerrë me një nga kandidatët, ka dalë në fotografi ai. Por e mund të jetë me të gjitha, po në këtë foto kishte. Pse ka nxjerrë me këtë? A vetëm këtë kishte? Pse e ka nxjerrë me këtë? Pse? Ha? Basta duan këtë pra. Claudian Brown. Ta zëm se është Është simbolik, më është e thjeshtë. Simbolik është. në rregull. Ta zëm se është kështu. Në një shtet normal, Po, sonte, sonte. ministri i jashtëm thret ambasadën amerikane, Urdhë? pas në shtet normal më bu. Urdhë? Plas në shtet normal. Në shtet normal. Sonte e thret, S'ka byth ta bëjmë. jo ministri i jashtëm. S'ka byth ta bëjmë Macroni këtë punë. Jo kushta më. Ja po ta them unë që i ndjek ata. Ke pa ambasadë amerikane sa kohë bën ato? Sa kohë? Sa kohë bën? Sa kohë bën? Po i hit me një 2-3 vjet po një. Ku mo? Se qefi, asaj tjetri. Ku mo, ku? Ku më në mes Parisi? Ja po ta them unë që s'kam byth ta bëjnë sot që flasim. Okej, në rregull. Ej, Unë po them në një shtet normal. Unë them në një por nuk guxojnë këto vende, imagjino Jo, tani, ka bënë imagjino Gjermania- Albanistani me 2 milion banor. Dhe ka bërë Gjermania për zuri Grenelin, se kon këtë Grenelin që është burr e rëndësishëm, Si e ishte përzuri? ambasador në Berlin ai. Si e përzuri? Për 24 orë. Kur e përzuri? Qerroi, po më, para 4 vjetësh. Qerroi thon. E bën më burr, e bën shtetet. Guxo bën një Italis. Me një gjysmë deklarate tha atje. U sul gjithë çunt media në kam. Ziz terr. Çan këto legjenda këtu. Shqiptarët janë provincial, fshatar. Mbaruar. Janë të pafuqishëm, o nuk ka lidhje me Fshatar provincial. me provincial pa fuqishëm më burr tani. Ç'a do të thënë pa fuqishëm? Jemi vend vasal, po jemi vend i vogël, mos kemi asgjë. Vasal më burr është. Ti po flesi mu vend ky. budalla, jo vend vasal. Ore zotëri edhe një herë. Jo, më thon, është një vend budalla. Të lutem, le tani mos më kaloj te teza të tjera. Unë po them ç'a do Po si le, po ta bëjmë ta muhabet. mbaroj unë drejtin. Po mbaroj, po ta bëjmë bisedë tash. S'ka pra bisedë, nuk është bisedë. Unë po mirë, përpiqem. ta kush fol Po jo, tjetër. unë po përpiqem të them ç'a është normale. Po më le të mbaroj normalen, pastaj ti Si do duhet të ishte thuat. si duhet ishte në një shtet normal. A mund të merremi si është? Pra, një shtet normal. Jo, më fal. Përpara një gare, Ëh? kur një shtet një qeverie tjetër, Nuk e fshehin me ata qëllime fare. dakord, bën ndërhyrje në garë, kjo quhet ndërhyrje. Po. Dakord? Kjo është e papranueshme. Kjo është një reagim. Po. Pra jo ministri i jashtëm, një drejtor aty në drejtorinë e Ministrisë Punëve të Jashtme, duhet ta bënte sot këtë problem. O gjeni vend asaj foto, ose kemi një problem diplomatik këtu. Kjo e para. E dyta, ai zotëria duhet përjashtohet nga gara nesër. Për të qenë fair. Qofse do ta qym garë, që të jetë ndershme gara, ai nuk duhet të hyjë në garë nesër. Pse? Sepse KLP-ja thotë ti ke kërkuar dhe përdor preferenca për të vendosur veten në raport. Pse ai e ka bërë atë, sepse është zgjedhja e këtij Braus. Po te ka çka takuar ai. Edhe mund ta refuzon. Si të refuzoj? Këtë refuzoj. Atëherë pra kjo është problemi. Ti e përdor. Atëherë jo, argument nga e kundërta. Atëherë si bie që ai duhet të pranojë të takojë vetëm që mos përjashtohet nga gara? Po. Pra i bie që të bëj patjetër, mos qofse do. disrespekt ndaj përfaqësisë do. diplomatike të vendit më të fuqishëm botës, të thotë, jo, nuk takoj se do dali foto dhe pastaj nuk zgjidhet. zgjidhet. Ne përfaqësuesit më të fuqishëm, se kjo më lumen çfarë mu tani. Por prandoria. Por ai paguhet nga taksat e mia tuaja të më burr, më shërbej mua. Jo më shit portë amerikan po. Ç'është kjo histori më burr? Dihet që gjithë. Ç'është, po ç'a dihet, nuk dihet, nuk duhet ta di. Ka një aleat madh. Fare fare s'ka aleat ai. Ai Sidomos për vende të vogla si Shqipëria. Edhe herë. Aleatat janë shtet me shtet valla. Nuk janë aleatat shtet me individ. Po ç'a leat, nuk është aleat më Shqipëria. Është vend vasal më. Po dakord më? Po vjen më jo për atë mylli, është vend vasal valla. Ka aleanca Një vend vasal nuk mundi bëj të por padronit Në valla. rregull, pra kemi një marrëdhënie vasaliteti. Po patjetër. Atëherë po prapa shtet me shtet. Jo shtet me individ. Se është fundi botës, është fundi logjikës. Është karagjozllëqja atyre që e bëjnë më. Edhe i amerikanëve. Budallë më hajvan më komplet më burr. E kupton? Një kështu një telendisje. Jo mos e di. Di telendisje. Po dëgjoj mua. Shkalafati e komplet pa lidhje. Merr gjitha Amerika e Madhe, erdhi Amerika, Pritë mbaroj Ukraina për burr. erdhi në Shqipëri edhe shisha lajmi, shive ça lajmi. Kush do ta hante këtë? Në Amerikë fjalë vet. Amerika e Madhe erdhi në Shqipëri, takoi Claudian Brown. Hiper! Po kjo nuk është lajm. Kjo është lajm për Amerikë më. Po për kë është? Është për këtu më. Po ku ti duhet domo? Se s'rrot për ku. I duhet, më fal, i duhet atë institucionet atje më që të vazhdojnë punën, të vazhdojnë punën me mbështetjen e tyre. Cilat institucion më ska? Spaku. Çfarë mbështetje? Ma tregon mbështetjen? Cila mbështetje? Por ylli po mos ishte amerikanë sot. E diti që Spaku nuk do ekzistonte. Kush ta më? Do të ekzistonte, po jo në këtë formë. Jo në këtë formë dhe Do ishte një formë tjetër. në gjitha deklaratat që ka bërë ambasada amerikane kanë suportuar Spakun. Reformën drejtësi, sidomos Spakun. Spaku do ekziston dhe do ekzistoj në cilën do formë që duam ne të ekzistoj. Pra varet nga ne thua ti. Që duam ne të ekzistoj. Po ç'dua, po mirë, atëherë një sekond. Atëherë pse janë amerikanë ndyrën atje dhe zakonisht zgjidhen njerëz që duan ata?
Për shembull, nesër Brau është favorit, të gjithë thonë këtë gjë, apo jo vetëm nga foto. Nuk mendoj që është favorit. Ka muaj. Unë nuk mendoj që është favorit. Kush mendon ti? Mendoj që është kartë. Foton e të gjithëve. Unë mendoj që është karta e Diegut. Tallesh ti? Po. Zërbe. Po pse të zëbe? Është basti madh burr. Po pse të vë, mos po vë bas. Atë i sekond. Kjo skedin, njësh apo dysh apo barazim? Nuk e di fare asaj teme tash. Jo, prit, unë s'marr vesh fare nga skedinat. Asu s'marr vesh nga skedinat. Ja, gupi çash, njësh. Unë besoj që Një qos do ishte skedin. ka probabilitetin më të madh zoti Klodian Brau, sepse pothuajse në çdo takim që vijnë, qoftë përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, në varësi të drejtorive ndryshme, qoftë vetë ambasada amerikane, personi i cili pothuajse është në çdo takim në foto, është zoti Klodian Brau. Ekziston dhe një mundësi tjetër, pra dy më të preferuarat janë zoti Klodian Brau për shkak të suportit. Pse nuk është i vetmi favorit. Jo, dhe Adnan Xholi, i cili është bashkëpunëtori më i afër. Hiqe pak atë QR kodin le dio. Sa të shohim emrin tamam të Adnan Xholi. Është zëvendësi i zotit Dumanit dhe konsiderohet dhe një nga njerëzit bashkëpunëtorët e tij më të gjatë në kohë. Pra, miqtë e Dumanit aty janë Brau. Miku i Dumanit është Adnan Xholi. Është më shumë se Brau. Më shumë se Brau. Nuk është ashtu ja. Si është për ju? Në info që kam unë. Kanë ndryshuar gjërat tash. Ha, për të ne, e themi në një gjësë e si jemi as gjykatat. Ai është zëvendësi ti. Ai është zëvendësi ti. Amo jemi që jemi nga që o dëgjoj Ullit, keqem mos. Atëherë të bëjmë një analizë 24 orë para. Jo, unë duhet bëj një analizë, unë duhet bëj një analizë më të ftohtë, më thonë. Po jo, të lutem, para se është analizojmë, po shpëqefin mua tani. Po çfarë? Se është dëgjoj Ariani, ta marrim pak më të relaksuar. Po të relaksuar, mos skemi ne hall. Ti thua nuk do, po pra ti thua nuk do jetë, nuk besoj që do jetë Brau. Nuk dua unë të jetë. A nuk do ti? Jo, nuk dua unë. A nuk e ke si informacion ti? Jo, po çmë sham informacion, unë nuk kam spion më burr. Nuk jetoj me nuk ha buk me informacione. Gazetarët informacione kanë. Ata që flasin njerëzit që janë afër Pesa është ku bëj gjyqje këtë punë. Harova për një moment më. Unë harova, unë të quaj njëri të medias ju, por fakt Nuk jam njëri i medias. Kërkoj ndjes. O gupi se ti avokat je, po fatikisht kam edhe miq gazetar që kanë. Çfarë thon pra, ish Brau. Këta të dy flitë. Unë kujtova se Ylli tha që nuk Unë flas, nuk mund të jetë. Se për mos jetë ai mendova se kishte info. Ti thua zua unë të jetë, por kjo është unë mendoj, jo, bëra një analizë s'po më lën. Unë mendoj që janë dy lloj mënyrash se si përçohet një informacion. Një është verbi simbolik, pra nëpërmjet simboleve dhe qëndrimeve, e dyta është nëpërmjet fjalës dhe fjalimit. Konkretisht në situata të tilla delikate, nuk përdoret fjala për të shprehur vullnetin. Përdoren imazhet ose verbi simbolik, takimi, kush qëndron. Kjo është hallti, po besoj, mbase keni durimin. Unë jam me idenë që fjala i është dhënë për ta fshehur mendimin, jo për ta thënë, po është e tjetër. Madje mendoj që po fjalë të këtyre as mendimi, jo mendimin. Madje mendoj që natyra e pushtetit, të këtyre që do t'i dëgjoni nesër. Dakor, dhe shohim. Mendoj edhe këtë që natyra e pushtetit është femërore, kur thot po ka thënë jo, dhe kur thot jo ka thënë po. Nga herë probabiliteti më i madh kur është e fjala. Prandaj besoj më shumë veprimit ose është edhe analizë logjike saktë, do të kuptosh se çfarë po ndodh, hiqi fjalët, shiko vetëm veprat. Ajo është e thëna ose fakt. Është të kesh ekranin, të heqësh zërin dhe shikon mënyrën si veprojnë. Ka herë kjo është mënyra më e mirë. Po më të bëj një pyetje para se Ylli pastaj ta bëj analizën e vet. Se jemi dhe vonë që kemi. Arian, ata thonë në çdo deklarat, ne duam standardin Altin Dumanit. Duam që të vazhdojë goditja ndaj zyrtarëve të lartë. Si është amplafi për Brown dhe jo për Xholin, pra, se Xholi është më afër Dumanit. A mos thëj që është më afër? Po, është më afër. Ka ndryshuar punët Ylli. Nuk është ashtu. Pra edhe thua që s'ka informacion dhe pastaj thua nuk është ashtu. Tani ke informacion. Duhet kemi një gjë fare të tillë. Ka kontradiktë zot. Jo, nuk ka, lutem. Unë nuk punoj me informacion. Le të heqim dorezat. Po ti thua nuk është ashtu. Shiko, unë punoj aty më burr habuk. Po atëherë pse thua? Unë po ju them për atë që di tani, për atë që shoh. Atë që di. Atëherë, kjo nuk është informacion, as spion vëk. Jo, po kjo është një gjykim profesional. Po. Dakor? Dhe në gjykimin tim, në këto të katërt, këtë Gogen nuk e njeh. E njeh pak, kam dëgjuar. Është shumë i ri, ka kohë të promovohet. Ja, me që jemi këtu Ylli, të lutem, merre shtrua. Ku ka qenë Goga përpara? Nuk e di. S'kam shumë informacion. Dim gjë për të Goga në Marsit, çfarë ka qenë përpara? Ka qenë prokuror në krimet e rënda. Më përpara dhe po i çekoj që të gjithë. Do më japësh vetëm një minutë, po që të jem konkret në. Okej, dakor. Gjithë diskutimi është kjo. Goga nuk e di. Klodian Brown. Spari një herë, spari një herë duhet kuptojmë një gjë që nuk është as krenari dhe as mundësi më që të kemi një periudhë tjetër Altin Dumani. Nuk ka për të pas më periudhë Altin Dumani. Po pse? Cili do nga këto të katër të zgjidhet në drejtim, nuk ka për të qenë kjo gjë. Po? Altin Dumani pati një qasje agresive, shumë agresive, në limitet e legitimitetit të gjës, për të krijuar një CV publike që ky është njeriu që të fut në burg, domethënë, pavarësisht me prova pa proces, ky është njeriu që ka pe fut në burg. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur.
ose unë të paktën mendoj që nuk ka për të qenë në këtë ekstremitet. Siç ka qenë në kohën Domani. Dhe koha Domani është një kohë që duhet bëri mirë që ndodhi për të kuptuar që çfarë s'duhet bërë më. Që të nxisi shturmat, koha Domani i ka bërë shqiptarët, i ka rreshtuar si Taliban. E parasysh ata talibanet që vënë i grua aty dhe gjujnë me balt. Kjo është historia e Domanit dhe kjo është e pafalshme, nuk është kamazhë personale me Domanin. Situatat ekstreme kërkojnë zgjidhje ekstreme. Ne kemi qenë në një situatë ekstreme. Situatat ekstreme kemi qenë këto në muhabete politike. Situatat ekstreme nuk kërkojnë ekstreme. Po SPAK-u dhe GKK-ja janë politika moralistë. Ti mundohesh. Kush të tha që janë më burr? Ore zotri, gjithçka në jetë është politik. Po jo më jo. Sidomos to. Këto janë bërë për këtë punë moralisht. Për cilën punë? Për të fut njerëz në burg pa prova. Atëherë nuk kemi të drejtësia. Po kush tha që ka drejtësi më? Pse po diskutojmë? Po flas për drejtësi. Ora unë nuk kërkoj drejtësi më valla. Por kush tha që kërkon ti më? Po bëj analizën time. Po analizë të cila? Që analiza e faktit që kjo periudhë e cila shkoi në ekstrem, duke goditur njerëz pa prova dhe pa fakte. Dakor. Për të nxitur turmat, për ta bërë Shqipërinë talibaneske, unë këtë nuk e pranoj si standard. Dakor? Për sa më takon mua. Dash quhet politik, dash quhet drejtësi. Në të dyja rastet kjo nuk vlen. Nuk është standard që duhet ndjekur. Këtë po përpiqem të them. Dhe cili do nga këto të katërt nuk e ka këtë qasje të paktën në dukje. Të paktën në dukje. Vazhdojmë më tej. Unë mendoj që në të katërt do isha në një me dyshe ndërmjet Doloresës, është një femër, mund të krijonte një zonjë. Fines. Jo, mund të krijonte një qasje ndryshe. Kupton, do ishim keq, kishim një grua në krye të këtij institucioni dhe sigurisht që i dyti më e rëndësishëm aty për shkak të përvojës, për shkak të qetësisë, për shkak të balancës profesionale, për shkak të qasjes me duhet ta them të gjë. Thuaj. Me qytetarinë më burrë dot. Po? Kush është? Është Adnan Xholi. Dakor. Duhet ta them të gjë. Adani Shumë e rëndësishme. Ka ishte Dibran. Dibran. Ose vetë nga që hapën vetë. Po nuk kam ne respektin për Dibranët. Me që më thuaj jam Dibran. Jo, nga që e the vetë fillim mo. Nuk e kam për çështje respekti apo disrespekti. Unë mendoj që ai institucion ka nevojë për një qasje normale, jo tolerancë, kuptohemi. Adnan Xholi nuk futet kë prokurorët tolerant. Futet kë prokurorët që kur të mbërthen. Çfarë dosjesh ka Xholi aktualisht? Ka këto edhe me Sky ECC ka punu, por Xholi ka qenë prokurori vetëm aty në SPAK, i cili nuk mendonte dhe nuk ka preferuar kur të përdor Sky-n si provë, e ka përdorur si indicje për gjithë prova. Futet këtë vetmit që e ka pas të qëndrim dhe vazhdon ta ketë. Sepse është prokuror me përvojë, ka të bëjë përvoja. Igu, po për Doloresën kemi ndonjë gjë detaj më konkret që e njeh? Doloresën përveç faktit që është. Në marrëdhënie, jo, në vdor, pa në marrëdhënie punë, futet ke njerëzit e qetë, nuk është inatçore. Po Elvin Gogaj? E njoh pak, më thënë drejtë, ne kam të dëgjuar. Po Brown? Brown, shiko, Brown nuk është prokuror i keq, patjetër që nuk është prokuror i keq, por Brown në llogarinë time ka një llogarinë time, jo personale, s'kam personale, por për shkak të gjykimit tim, është prokurori që ka urdhëruar në mënyrë të paligjshme përgjimin e 2 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Si në mënyrë të paligjshme? O, Marsi, çdo më thon kjo në mënyrë të paligjshme, sa unë se kuptoj. Paligjshme pra. 2 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, kur ishin në proces vendimarrje, ky prokuror ka urdhëruar përgjimin e tyre. Për shkak të imunitetit thotë që gëzojnë si antar gjykatës lartë. Përgjohet tash gjykata kushtetuese nga prokurorët. Gjykatës kushtetuese, ata pa marrë miratimin për përgjimin e tyre. Dhe kjo është Ka marrë miratim nga gjykata? Pa vendim gjykata. Pa vendim gjykata. Prokurorit Florian Brau ka bërë. Po kjo është, po më fal. Ky është fakt që thuat apo është dyshim? Tash unë nuk flas me është provuar kjo gjë? Provuar, ky vendim ka shkuar në Strasburg sa për dieni. Po. Vendimi Florian Brau. Ajo që është përgjuar. Ajo që thuhet, përgjimi ka ndodhur në kushtet kur ka qenë duke u përgjuar një person tjetër, i cili ka takuar. Jo, nuk e di, jo, më është urdhëruar, por jo më burr tani çfarë më bëhet kot. Është urdhëruar. Po çfarë thot tani unë? Po do thotë ai opsionin në burr, po çfarë opsion un kam faktin të më thua opsionin. Po ti ke faktin, po mund të ketë një fakt tjetër. S'ka fakt tjetër. Këtë fakt s'ka, nuk ka lidhje tash. Unë nuk duhet të hyj në detaje, sepse kam informacion për këtë gjë. Dhe po ju them është prokurori Florian Brau që ka urdhëruar për ngjimin e 2 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Po atëherë ky na duhet kreu i SPAK-ut. Ky që ka bobi vlla. Ky është Danoçi. Po ky është, ky që ofut gjithë. Po patjetër. Se kush tjetër? Unë nuk jam për këtë vlla. Unë nuk jam për këtë. Po pse? Se ky është ke ligjet. Ky të bjem qaf.
Këtë bjen qaf dhe ty, arja. More Ylli, po kush ka Do të thënë bjen qaf dhe ty. More Ylli, dëgjoj, më dëgjoj. Kur bjen unë prapë me ty do emëre. Më le të mbie edhe mua, mo. Qëse unë hyj te njerëz duhet më jeton ata. Jo, këto në qofse, jo. Sa edhe ata nuk ishin. Ç'a i bën ata gjyqtarë? Gjykata kushtetutare nuk është. Kanë bërë, ç'a? Ku di unë nuk e marr di. vendim. Jo, Më për atë më, jo, nuk di se unë s'di fare çfarë do të thotë. Ore edhe njerëz. Unë them duhet i njeri që të ketë guxim pra. Jo, më çfarë guxim? Kjo më thuhet mua. Është budallik më. Jo. Kush guxim kjo më burr? Kush budallik? Por më këta gringot që i dua unë kaq shumë. Cilet gringo më burr? Se të preferoni këtë pra, bravo. Po di unë, kjo është problemi pra, sepse është edhe herë. Ti ke qef gringot, unë nuk i kam qef, edhe për këtë shkak. Sepse shkatrojnë mua, më shkatrojnë shtetin. Unë nuk është se i kam qef, unë respektoj fuqinë. Unë se respektoj nga fare. do që ajo vjen. Për mua janë të çmendur dhe përzihen pra, sekond. Edhe po të vinte fuqia nga një vend tjetër, unë do thosha bravo. Jo, unë nuk e pranoj. Unë nuk i ndaj njerëzit të drejtë pa drejtë. Jo, unë nuk e pranoj fare. Unë botën nuk e quaj të drejtë pa drejtë, të mirë dhe të keqe. Unë e quaj të fortë ose të dobët. Pra, unë këtë kuptim e bëj debatin. Unë nuk e pranoj. Nuk e pranoj këtë logjik. Le të jesh i fortë gjithë ditën. E drejta është e drejtë. Ose shnet. Po ky është moral, ky. S'ka moral, ja moral. Ky është morali të dobëve. Jo, mos më krije moral mu tani. Jo, ty jo. As mos ti se moralin ne nuk marrim vesh të moralit. E di që moral s'ka. Nuk ka moral. Por të sa s'ka moral. Ana tjetër, ti nuk mund të thosh unë në shtrohet. Fuqia dhe dobësia pra. Jo, nuk e di. Bëjmë analizë. Le të jetë, ore ti më mund të mvrasi për fuqinë që ka. Po këtë që them është që them unë. Po nuk them mos e thuash. Po të patën njihja fuqinë. Jo fare. Nuk e njeh. Jo, në raport me mua, jo, në raport me këtë logjik, jo. Në raport me këtë logjik që po ju them. Kur është pa drejtë, është pa drejtë. Le të jesh me fletë. Zotin qiell qofsh. Është pa drejtë më. E pa drejtë, çdo më thënë drejtë. Ja pra kjo që po ju them, në qoftë ne bëjmë kompromis. Janë kategori shumë. Në qoftë ne bëjmë kompromis. Edhe ta shpjegoj unë, po. Në qoftë ne bëjmë kompromis. Me këtë pocaqi. Po. Që prokurorët pas kanë të drejtë të intimidojnë gjykatësit sa herë marrin vendime. Dakord? Dhe se këtë na e pëlqen edhe këto gringo që thua ti, dakord? Jo, kjo është shumë nga mendimi im, nga mendimi im. E pëlqen ato. Unë mendoj unë që mund të jetë kështu. Po e pëlqen, po e marr pëlqen. Po, e marr pëlqen që e pëlqen. S'ka mas informacion. Sigurisht që kjo është e padrejtë. Sigurisht është e padrejtë. Sepse ky është një kompromis që ti e bën për sepse nuk e ke në kurriz e ka dikush tjetër, po nesër ta kesh ti me të njëjtën mënyrë. Dhe shoqëritë kështu ndërtohen. Rregullat kështu ndodh ky qëllim. Po një gjë e padrejtë sipas teje. Me çfarë mjetër zgjidhet? Duke mos e herë duke u nda nga e keqja. Po nuk ndahemi dot me keqja të na shoqëroj gjithë. Unë ndam, vllai, unë ndam tani çfarë bëj unë shkretë. Që ka ndash dot. Po si mund ndam? Ana tjetër në shoqëri. Kjo jeton në shoqëri, më jeton. Po jo, më vetëm rregull unë. Argumenti që thotë Zoti Majani është janë mentale. mentale. Është pa drejt. Kaq. Dhe unë nuk mund ta pranoj këtë. Argumenti që thotë Zoti Majani. Po, është një anë e medaljes, ka dhe një anë tjetër të medaljes. Jepi. Tani mos ndërpret lutem. Jo, s'ka prejo. Vazhdo. Është një shprehje epike e Giulio Andreottit, i cili ka qenë kryeministri i Italisë për 5 mandate. Një gjeni pa parë. Një njeri i vogël fare i shkurtër, po një gjeni i niveleve të larta. Dhe në librin e tij Ditari Sekret, që është botuar, kam lexuar një shprehje e cila është përdorur dhe në kujtimet e tij dhe në filmin që është bërë për Giulio Andreottit, i cili thotë na duhet dashur shumë e keqja për të arritur e mira. Duhet dashur shumë e keqja për të kuptojmë sa e nevojshme është e keqja që të arrihet e mira. Në çfarë konteksti ka thënë? Ai ka thënë në kontekstin e një strategjie që u përdor në atë kohë në Itali, e cila u quaj strategjia e tensionit dhe mbijetesës, pra për të izoluar pjesët politike ekstreme, sepse në atë kohë ka qenë muri i Berlinit dhe ndarja. Lufta ndërmjet amerikanëve dhe komunistëve. Po, dhe çfarë përdor terrori i mafjes, pra po flasim atë që është underground, jo atë që duket. Po sigurisht. Pra të gjitha atentatet që bën te Cosa Nostra, të gjitha krimet e tjera, u përdor në mënyrë që populli të ishte vëmendje nga interesi politik që mos shkonte të tanoj majtas ose në drejtim të Moskës, por të kërkonte një status quo ose një stabilitet, pra një lloj stabilokracie. Kjo është strategjia gringove e papar. Po, strategjia gringove në bashkëpunim me demokracinë kristiane, vetëm e vetëm sa jopi niveleve të larta. Po, vetëm për të shmangur rënien e Italisë në Traktatin e Varshavës në fillim dhe më pas në animin e komunizmit. Ky është konteksti. A ishte e drejtë në atë që thotë Zoti Majani apo e gabuar është çështje tjetër. A ishte dobishme ose jo, është pyetje reale. Tani në një situatë që është situata aktuale në Shqipëri, e cila është situatë ekstreme, ja të ta shpjegoj. Këtu ka ekzistuar një kulturë pandëshkueshmërie dhe një korrupsion në të gjitha nivelet e administratës. Do ta përfundoj, të lutem. Një sekondë. Tani çfarë ndodh? Ndodh që gjithmonë shoqëria emancipohet kulturalisht ose nga klasa elita politike ose nga institucionet. Çështja është a ka arritur ky ndëshkueshmëri ose ky nivel ndëshkueshmëri i spakut në këtë mënyrë ekstreme, siç thotë Zoti Majani, qoftë duke përdorur një indicet si prova, ta emancipoj kulturalisht Shqipërinë, do thotë që nëse unë shkoj në ASHK për një legalizim, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ose diku tjetër për licencim, ose nëse jam operator dhe konkurroj në një tender, realisht a zbatohet kriteri ligjor apo jo?
Ky është emancipimi kulturor. Dhe këtu vihet re efekti, sepse këto përdoren për këtë lloj efekti. Qartë. Pra rritet ndëshkueshmëria, qoftë duke u shkruar ligji, në mënyrë që ne ta vijë një mirë më e madhe, se kjo situatë ekstreme që përdoren, në mënyrë që të ketë benefit për numrin më të madh njerëzve. Problemi është, nuk është arritur. Ti thua për të arritur qëllimin duhet të ketë dhe dëme kolaterale. Jashtëzakonisht. Kjo po them. Deri sot, pyetja për mua qendrore ose thelbësore është kjo. A ka arritur SPAK-u ta emancipoj administratën publike, shërbimin publik dhe infrastrukturën e sigurisë që të emancipohet? Ç'son indikatorët? Ka arritur? Indikatorët thonë që për fat keq jo. Ka ajo që thot zoti Manjani, pra që gjaku e ushqen kënaqësinë e individëve, pra Kjo diskutohet, këtu jam dakord me Manjanin. Kjo ka qenë të gjitha kohërat. Por qëllimi kryesor ky ishte, nuk ka arritur ta emancipojë kulturalisht shoqërinë shqiptare ose të themi popullin shqiptar, qoftë administratën publike. Tani vazhdimësia e kësaj situate ekstreme, dhe unë po e cilësoj edhe më keq zoti Manjani, koloni penale më, po doni. Është koloni penale. Nëse jep efekt, ky është qëndrimi im, po. Nëse s'do japi efekt, do jetë dëm i më i madh që është bërë Shqipëria. Është dështim. Dhe ku merret vesh, mund të japim një datë? Kemi një datë, kemi japim dot, po indikatorët janë se secili nga ne ka punë në institucione Marian. Edhe e verë secili nga shqiptarët, ajo dikur ndihet kur ti shkon në institucion dhe ai nuk e shikon ushtrimin e kompetencës dhe detyrës si tregti, pa që ta bëjmë këtë dua këtë dhe këtë, po e shikon si detyrë. Unë paguajm nga taksat e zotërisë, zonjave dhe gjithë tjerëve dhe duhet të ushtroj këtë detyrë për këtë punë jam këtu. Nëse arrihet kjo, unë mendoj që edhe mëzi po të ishte shumë mirë që e bëjnë. Nëse arrihet kjo, pastaj është dështim i madh. Po duhet ta shohim. Dy gjëra esenciale në koncept. Për ta mbyllur më janë. E para, ndëshkimi dhe drejtësia ndëshkuese nuk sjellin gjëra të mira. Është mjeti më i gabuar i mundshëm që një shoqëri zgjedh për të luftuar një fenomen. Sepse ndëshkimi i gabuar sjell një kulturë të re të gabuar. Pra nëse çmimi i korrupsionit në ASHK ka qenë 100.000 lekë, për shkak të ndëshkimit të gabuar është 1 milion lekë. Jo vetëm në ASHK, edhe kjo. Po çfarë si ka më? Po më na agjencinë e brevet për qendruara. Jo, kjo që e morën në SPAK, kjo është si më burr. Kudo qoftë. Si quhet kjo më? Arëshëja, ato që ndodhin kod. Kjo më rrobë teknologjisë. Akshi. E akshit. Pra, domethënë, është kudo, nuk është vetëm shkak të kulturës së ndëshkimit, dhe të frikës së dhunë, sa është dhunë, nuk është pra, është diçka që është implantuar me dhunë, nuk bën gjë tjetër vetëm se rrit çmimin. Nuk zgjidh problemin. E para, e dyta, drejtësia sa më speciale të jetë, aq më e gabuar është. Sa më speciale, aq më e gabuar nuk është. Dhe e treta, çdo metodë e eksportuar nga jashtë. Kolonia për veja emrin si dush, nuk i jep efekt aq më tepër amerikanë. Me gjeni një shtet që ka bërë Amerika jashtë vendit vet. Një, vetëm. Ja ta lexojmë? Një. Vetëm Shqipëria dhe Ukraina kanë formulën triad. 3 këndore të drejtësisë speciale. Ne kemi SPAK, GKK, BKH, Ukraina ka SAPO, HAC dhe NABU. Ajo është në luftë edhe prapë edhe ati vjedhet, megjithëse në luftë prapë vjedhin. Nami. Dakor? Dhe ne jemi në luftë me njëri tjetrin dhe prapë vjedhin. Dëgjoj këtë informacioni se shumë interesant për ta mbyllur. Ne me gjithë Amerikën se nëna. Ylli, ta them informacione për njerëz. Lujtë menç me këtë Amerikë. Majdoni. Lujtë menç. Ylli, një sekond. Modeli më i gabuar botëror. Njohur në gjithë botën. Një sekond. Fatkeqësia më e madhe. Po kush më mirë? Kush ka? Moska thua? Nuk e di. Nuk thash gjë. Unë them që Amerika është modeli më i gabuar. Dëgjoj. Pa pas kështu pikë orientimi. Okej. Maqedonia e Veriut krijoi një prokurori speciale në 2015-ën, CIO, të detyruar nga amerikanët. Parlamenti e shkruar 2020-ën. Rast që Manjani e ka përmendur dhe e mbështet. Se janë shtet ata. Në shtetet vasale, thotë terminologjia amerikane kuptohet kështu, në shtetet vasale si Shqipëria. Dgjeni me vëmendje ju. Në shtetet vasale, terminologjia amerikane kuptohet kështu. Drejtësia e pavarur nga armiqt tanë malinj. Drejtësia e pavarur nga armiqt tanë malinj. Media e pavarur nga armiqt tanë malinj. Që do të thotë edhe kundërshtarët politik. Shoqëri e lirë nga armiqt tanë malinj. Po. Dhe shoqëri e hapur për eksportet dhe investimet tona. Kalojmë te fabula tjetër, Ledio. Para sa mbyllim. Si bëra vetë.